Ja e vërteta e paracetamolit që po bën nami në Facebook. Në ditët e fundit në Facebook është duke qarkulluar si virus një postim mbi një paracetamol të rrezikshëm që është në treg. Në postimin e shpërndar gjërësisht thuhet se paracetamoli përmban një virus të rrezikshëm. Keni kujdes dhe mos e përdorni paracetamolin në të cilin shkruhet P500. Ky është një paracetamol i ri me një ngjyrë shumë të bardhë dhe të shëndritshme, për të cilin doktorët kanë dëshmuar se përmban virusin Machupo, i cili konsiderohet si një nga viruset më të rrezikshme në botë, në një shkallë të lartë të vdekjes, thuhet në këtë postim. Në fakt, asgjë nuk është e vërtetë për lajmin në fjalë. Të gjitha janë postime që kanë shkaktuar alarm të kotë tek përdoruesit e Facebook-ut.